Qeni vazhdoi ta përqafonte kotelën e vogël që qante, duke refuzuar të largohej prej saj, as për ushqim, as për gjumë. Në fillim, veterineri mendoi se ishte thjesht dhëmshuri. Por më pas, ai vuri re diçka që qeni nuk pushonte së vëzhguari. Një detaj I vogël, I fshehur në enën pranë kotelës, dhe kur veterineri e kuptoi çfarë do të thoshte ajo shenjë, I ra gjithçka nga duart dhe shpërtheu në lodh. Sepse nuk ishte thjesht një qen që ngushëllonte një kotele. Ishte një lidhje që zbuloi një të vërtet shkatëruese dhe një shans të dytë që askush nuk e priste. Pse ky qen e mbronte kaq shumë kotelën? Çfarë kishte kaluar ajo krijesë e vogël? Dhe çfarë lidhje kishte kjo me djalin e zhdukur? Para se të vazhdojmë historinë, shkruani në komente nga cili vend I botës po e shikoni këtë video. Dhe nëse kjo histori ju prek, mos harroni të abonoheni. Dër Lukas fërkoi sytë e lodhur ndërsa përfundonte përditësimin e kartelës së Maxit të vjetër, një golden retriever që kishte ardhur në klinik për trajtim artriti prej 8 vitesh. Drita e pasdites, e zbehur nga ret, mbështillte dhomën e vogël të ekzaminimit me një ngjyrë gri, që pasqyronte humorin e tij të rëndë. Tableti mbi tavolinë transmetonte lajme lokale në sfond. Zëri I gazetarit përsëriste një ngjarje që kishte tronditur qytetin e vogël. Policia vazhdonte kërkimet për Benjamin Palmer, 7 vjeç, I parë për herë të fundit pranë shkollës fillore. Benjamin, ose Beni siç e thërriste familja, kishte veshur një xhaketë blu dhe mbante një çantë shpine jeshile. Lukas e fik ekranin duke shtrënguar nofullën. Rastet me fëmijë e preknin gjithmonë thellë, duke zgjuar kujtime që ai përpiqej t'i mbante të varrosura. 15 vjet praktik në atë klinik të vogël, duke trajtuar gjithçka, nga hamsterët te kuaj. Puna e mbante mendjen të zënë. Derisa atë ditë, gjithçka ndryshoi. Zhurma e gomave mbi shavor I tërhoqi vëmendjen. Një furgon I bardhë ndaloi në parkimin pothuajse bosh. Pastoria gjermane e Lukasit, Mel, ngriti kokën menjëherë, sy të fokusuar te dera. Kur zilja mbi derë tingëlloi, hyri Mara Jennings, postiere e zonës, një grua rreth të 50-tave, me flok gri të fshehur nën kapele uniforme. Në vend të letrave, ajo mbante një pako të mbështjellë me një copë kuzhine. Me zë të dridhur, tha se e kishte gjetur këtë kotele pranë stacionit të vjetër të karburantit Valero. Vetëm. Duke u dridhur. Kur ajo hapi copën, u shfaq një kotele e bardhë, jo më shumë se 8 javësh. Qimet I kishte të mata, të ngatëruara. Ajo nuk ngriti kokën, nuk bëri kontakt me sy. Një sjellje e pazakontë. Gjatë ekzaminimit, Lukas vuri re mavjosje të lehta në putrat e pasme, shenja tipike abuzimi, jo aksidenti. Nuk kishte mikrochip. Dhe diçka në mënyrën si Mara shmangte shikimin, si I shtrëngonte gishtat rreth copës, nuk I dukej e drejtë. Pasi Mara u largua me nxitim, Lukas përgatiti një strehë të ngrohtë për kotelën, ajo u fut në cep, e heshtur. Dhe atëherë ndodhi diçka e pazakontë. Mel u ngrit nga shtrati I saj dhe ju afrua strehës. Ajo vendosi trupin përpara derës, u shtri dhe qëndroi roje. Trupi I tendosur. Sytë e fiksuar te kotela, Lukas ndjeu një të ftohtë në shpinë. Në 5 vjet, Mel nuk kishte bërë kur diçka të tillë. Të nesërmen në mëngjes, klinika ishte e heshtur. Mel kishte kaluar gjithë natën përpara strehës. Kotela lëshonte tinguj të lehtë, jo si një kotele e uritur, por si një krijesë e frikësuar. Çdo herë që ajo lëvizte, Mel reagonte menjëherë me një rënkim të butë. Gjatë një ekzaminimi më të thelluar, Lukas gjeti fije të holla pëlhure portokalli të ngatëruara në qimet e kotelës, kadife. Ai u ngrirë. Ishte e njëjta ngjyrë që përmendej në posteret e djalit të zhdukur, një bluzë portokalli. Pak më vonë, Mara u kthye në klinik, dukshëm nervoze. Ajo ndryshoi historinë e vendit ku e kishte gjetur kotelën, fjalët e saj nuk përputheshin më. Mel u ngrit menjëherë, u vendos mes saj dhe strehës, duke u tendosur. Atë natë, kamerat e sigurisë treguan Mel duke gërvishtur xhamin, duke lëshuar rënkime të pazakonta. Lukas u kthye me nxitim në klinik. Instinkti I tij I thoshte se kjo nuk ishte thjesht mbrojtje. Ishte një paralajmërim. Në agim, ndërsa pastronte kotelën me kujdes, ai gjeti diçka të fshehur nën qime, një copë plastike të thyer nga një zinxhir çante fëmijësh. Zemra I u ndal për një çast. Në atë moment, Lukas e kuptoi. Kotela nuk ishte thjesht e braktisur. Ajo kishte qenë dëshmitare. Dhe Mel e dinte. Ajo nuk po mbronte vetëm një kotele.
Ajo po ruante të vërtetën. Dhe ndoshta, shansin e fundit për të gjetur një fëmijë të gjallë. Kotelja qëndroi frikësisht e qetë, pa kundërshtuar kur Lukas e vendosi mbi tavolinën metalike të ekzaminimit. Mel u afrua menjëherë. Hunda e saj ishte pothuajse duke prekur skajin e sipërfaqes së ftohtë. Lukas punoi me kujdes duke përdorur furçën e butë për të hequr papastërtinë dhe qimet e ngatëruara. Çdo lëvizje e ngadalë zbulonte ngjyrën e vërtet të gëzofit të kotelës. Nuk ishte krejtësisht e bardhë e pastër, por kishte nuanca kremi, pothuajse të padukshme për syrin e zakonshëm. Kur arriti te putrat e pasme, aty ku një ditë më parë kishte vënë re mavijosje, vështrimi i tij u ndal te një njollë e errët pranë putrës së djathtë të pasme, pjesërisht e fshehur nga qimet. Ai lagoi një pambuk dhe e pastroi me kujdes zonën. Ajo që u shfaq e konfirmoi dyshimin e tij. Gjak i tharë. Lukas u vrejnë. Ai e shqyrtoi vendin me kujdes profesional. Nuk kishte plag, nuk kishte prerje apo gërvishtje që mund të shpjegonin gjakun. Ishte gjak i vjetër. Dhe më e rëndësishmja, nuk i përkiste kotelës, mos lëviz, tha ai me zë të ulët, ndërsa merrte një shkop steril për të mbledhur mostrën. Kotelja dridhej lehtë, por nuk lëvizi. Mel lëshoi një rënkim të vogël, sikur ta kuptonte rëndësinë e momentit. Ndërsa punonte, mendja e Lukasit vraponte mes mundësive. Gjaku mund të ishte transferuar në mënyra të ndryshme. Por diçka nuk përputhej. Ai kishte parë shumë kotele të sjella nga nënat e tyre. Në ato raste, gjurmët zakonisht ndodheshin rreth qafës. Këtu ishte ndryshe. Pa pritur, gjithçka u lidh në mendjen e tij. Shenja presioni. Gjurmë gjaku pranë putrave. Kotelja nuk ishte mbajtur natyrshëm. Dikush e kishte shtrënguar fort. Shumë fort. Një të ftohtë i përshkoi shtyllën kurrizore. Lukas u kthye nga tavolina, hapi laptopin dhe shtypi diçka që kishte shmangur ta shikonte me vëmendje, posterin e Benjamin Palmerit të zhdukur. Printeri nxori foton e një djali 7 vjeçar me buzëqeshje të pafajshme, i veshur me një bluzë portokalli. E njëjta ngjyrë e fibrave të gjetura në qimet e kotelës. Ai e ngjiti posterin pas tavolinës së tij dhe u tërhoq një hap prapa. Në cep ishte shënuar vendodhja e fundit e njohur e djalit, stacioni i vjetër i karburantit Valero. I njëjti vend ku Mara kishte thënë se e kishte gjetur kotelën, nervozizmi i saj. Detajet që ndryshonin. Provat fizike. Gjithçka po formonte një të vërtetë që Lukas nuk donte ta pranonte. Zhurma e gomave jashtë e bëri të dridhej. Një makinë policie kaloi ngadalë pranë klinikës. Reagimi i Melit ishte i menjëhershëm. Ajo vrapoi drejt derës duke lehur fort. Trupi i saj ishte i tendosur, bishti drejt, çdo muskul gati për të reaguar. Lukas nuk e kishte parë kurrë kështu. Ai e kujtoi ditën kur kishte njohur Melin. Ishte konsideruar e papërshtatshme për shërbim policor. Shumë e ndjeshme. Ajo nuhaste shenja që të tjerët nuk i kapnin, por lidhej emocionalisht. Thuaj se gjente persona të zhdukur, por refuzonte të largohej prej tyre. Qëndronte. I mbronte. I ngushëllonte. Tani, i njëjti instinkt po shfaqej sërish. Në mbrëmje, Lukas përgatiti ushqimin e preferuar të Melit, normalisht, ajo do të hidhej nga gëzimi. Këtë herë, ajo nuk e preku. Ishte shtrirë pranë strehes së kotelës, e ngjitur pas xhamit, sikur të donte të ishte sa më afër. Kur Lukas u përpoq ta lëvizte, ajo lëshoi një rënkim të ulët. Jo agresiv. Vendimtar. Ai u ul dhe hapi tabletin, duke rishikuar lajmet mbi kërkimet. Një video nga kamerat e trupit të ekipeve të shpëtimit tregonte zonën pranë stacionit Valero. Lukas analizoi ndërtesën e braktisur, koshat e mbeturinave, rrugicat. Shënoi gjithçka. Puzle po formohej. Më vonë atë pasdite, ai u ndal te shtëpia e familjes Palmer. Obori duke i braktisur. Lodrat e fëmijëve ishin shpërndar, të paprekura. Në verandë, Joel Palmer qëndronte ulur me një cigare që digjej mes gishtave të dridhur. Sytë e tij ishin bosh. Të lodhur nga net pa gjumë. Lukas u afrua me kujdes. U prezantua. Joel fillimisht u mbyll në heshtje. Por gradualisht fjalët dolën. Ai foli për Benin. Një djalë i ndjeshëm. I qetë. I trembur nga zhurmat. Nga errësira. Edhe nga shumica e kafshëve. Pastaj erdhi rrëfimi.
Një grindje. Një britmë. Faji. Kur Lukas e pyeti për një kotele të vogël të bardhë, Joel u ngrit menjëherë në karrige. Beni e ushqente, tha ai. Pas shkollës. Pas stacionit të vjetër, pranë një kondicioneri të vjetër. Gjithçka u qartësua. Lukas u kthye menjëherë te stacioni Valero. Pas ndërtesës gjeti gërvishtje në metal. Shenja dëshpërimi. Në nënveshje, një çarje e ngushtë. Mjaftueshëm e madhe për një fëmijë. Ai telefonoi detektivin Chen. Na duhet një kërkim i plotë. Me infra të kuqe. Tani. Kur u kthye në klinik, Mara Jennings ishte aty. Duart i dridheshin. Uniforma e rudhur. Si është kotela, pyeti ajo. Lukas e pa drejt në sy. Po përmirësohet, tha ai qetë. Dhe për herë të parë, ai e dinte, e vërteta ishte afër. Dhe Mel nuk kishte gabuar kurrë. Pas banakut të recepcionit, Mel ngriti kokën. Butësia e saj e zakonshme ishte zhdukur, e zëvendësuar nga një vështrim i fiksuar dhe i përqendruar te Mara. Nga fyti i saj doli një rënkim i ulët, jo agresiv, por paralajmërues. Kjo është mirë, tha Mara, duke u tërhequr një hap nga banaku. Gishtat i rrihnin nervozisht kofshën. Isha e shqetësuar, e dini kur e gjeta në atë gjendje të keqe. Lukas mori formularin e pranimit nga vizita e parë. Për këtë, Mara, tha ai me një ton profesional dhe të qëndrueshëm, duhet të sqarojmë disa gjëra për vendin ku e gjetët kotelën. Ju përmendet parkimin e stacionit të karburantit, por mund të jeni më e saktë. Fytyra e Marës u zbe. Ju thash ishte pranë koshave të mbeturinave pas stacionit të vjetër Valero. Ajo shmangte syt e tij, duke u fokusuar në një pikë mbi shpatullën e Lukasit. Fakti është, vazhdoi Lukas, duke nxjerrë nga xhepi fibrën portokalli, gjeta diçka interesante gjatë ekzaminimit të kotelës. Ai e vendosi fibrën mbi banak, mes tyre. Ishte e ngatëruar në kthetrat e saj. Duket si fi nga një bluzë fëmijësh. Dora e Marës u ngurtësua. Ajo e shikonte fibrën sikur ta diqte. Kishte edhe gjak në putër, shtoi Lukas me zë të ulët. Jo nga një plag, por sikur të kishte kaluar përmes diçkaje. Ngjyra u zhduk plotësisht nga fytyra e Marës. Ajo shtrëngoi skajin e banakut, nyjat ju zbardhën. Unë duhet të kthehem në itinerar, belbëzoi ajo. Mara, tha Lukas me vendosmëri të qetë, çfarë ndodhi vërtet te stacioni i karburantit? Diçka në tonin e tij theu mbrojtjen e saj. Syt ju mbushën me lodh dhe ajo mbuloi gojen me një dorë që i dridhej. Pas banakut, Mel rënkoi më thellë. Nuk e dija çfarë të bëja, pëshpëriti Mara. Fjalët dolën si një digë e qarë, po mblidhja postën në mbrëmje, pranë kutisë së postës të stacioni. E pash dik me djalin. Lukas qëndroi krejtësisht i palvishëm. Çfarë saktësisht pat, pyeti ai. Zëri i Marës dridhej. Djali rezistonte. Burri e tërhiqte drejt pjesës së pasme të ndërtesës. Mendova se ishte thjesht një baba që po merrej me një fëmijë kokfor. Ju e dini si janë fëmijët. Ajo fshiu lotët. Por ai ishte aq i qetë vetëm rënkonte lehtë. Pse nuk e raportuat, pyeti Lukas, megjithse e dinte përgjigjen. Kisha frikë, pranoi ajo. Po sikur të gaboja, po sikur të shkatëroja një familje. Ajo gëlltiti me vështirësi. Dhe të nesërmen, kur gjeta kotelën ajo po qante dhe gërvishte pranë grilës së ventilimit. Mendova se nëse e sillja këtu, dikush mund ta lidhte me atë që pash. Por nuk mund ta lija aty. Lukas mori një formular të pastër dhe një stilolaps. Kam nevojë që të shkruani gjithçka që mbani mend. Orën e saktë, si dukej burri, çfarë kishte veshur djali. Çdo detaj, edhe më i vogli. Do të thërrisni policin, pyeti Mara me zë të ulët. Po, u përgjigj Lukas. Ajo që do të tregoni mund të na ndihmojë të gjejmë Benjamin Palmerin. Kur ai përmendi emrin, fytyra e Marës u shtrembërua. Ishte ai ishte djali i zhdukur nga lajmet, apo jo? Ajo shpërtheu në të qara. Duhej të kisha bërë diçka. Mund ta ndihmoni tani, tha Lukas me vendosmëri. Në 30 minutat pasuese, Mara shkroi gjithçka. Një burr i gjatë, me rroba të errëta, fytyra e fshehur në një kapele. Bluzë portokalli. Ora, 18:45, menjëherë pas shpërndarjes së fundit.
Një lëvizje e shpejt, por e qetë. Dhe një tingull metalik si një kërcitje kur u zhdukën pas ndërtesës. Pas largimit të saj, Lukas përgatiti pajisjet, bandazhe antiseptik, një batanie termike, një elektrik dore i fuqishëm. Mel e vështronte me veshët ngritur. Nesër në agim, i tha ai. Kthehemi te stacioni. Para agimit, errësira mbështillte kamionçinën e Lukasit, kur mbërritën te stacioni i braktisur Valero, fenerët ndriçuan betonin e qarë dhe kolonat e ndryshkura. Sa po Mel preku tokën, ajo u hodh përpara me një forcë të papritur, duke e tërhequr Lukasin drejt pjesës së pasme të ndërtesës. Ai ndezi projektorin portativ. Drita e fortë zbuloi grilën e ventilimit të gërryer nga ndryshku. Mel ecte para e mbrapa, duke nuhatur çdo centimetër, rënkimi i saj bëhej gjithnjë e më urgjent. Lukas hoqi vidat një nga një. Kur grila u lirua, pas saj u shfaq një hapësirë e ngushtë metalike. Mel futi kokën dhe lëshoi një leje të thellë, dëshpëruese. Një alarm. Lukas u shtri dhe u fut brenda, duke ndriçuar errësirën me elektrik dore. Ajri ishte i rënd, i mbushur me erë ndryshku dhe kalbëzimi. Dhe atëherë e pa. Në fund të hapësirës, pas izolimit të rënd, ishte një figurë e vogël. E palvizshme. Një trup fëmije. Ai doli menjëherë dhe telefonoi urgjencën. E gjeta Benjamin Palmerin, është pa ndjenja, por gjallë. Lukas u kthye brenda. Preku me kujdes qafën e djalit. Pulsi ishte i dobët, por i rregull. Bluzë portokalli e mbuluar me pluhur. Frymëmarrje e cekët. Sirenat u dëgjuan në distancë. Mel qëndronte roje, sytë e fiksuar te djali. Gishtat e Benit u lëvizën lehtë. Buzët e thata u hapën dhe një fjalë doli me një përshpëritje pothuajse të padëgjueshme, Tostan. Lukas mbylli sytë për një çast. Mendoi për kotelën e vogël të bardhë. Edhe pas gjithë kësaj, mendimi i parë i djalit ishte për krijesën që kishte dashur të mbronte. Dhe në atë moment, ai e dinte, gjithçka kishte nisur me një kotele, por kishte përfunduar duke shpëtuar një jetë. Pamjet alternoheshin si blice drite. Bishti i Melit goditi tokën një herë, por ajo qëndroi në këmbë pranë hapjes së ventilimit, duke ruajtur njëkohësisht Lukasin dhe djalin e gjetur më në fund. Dritat e shërbimeve të emergjencës ngjyrosnin stacionin e shkatëruar të karburantit me tone të forta të kuqe dhe blu. 2 paramedik punonin shpejt, por me kujdes, duke pozicionuar me saktësi barelën pranë trupit të palvizshëm të Benit. Lukas u tërhoq për t'u lënë hapësirë, por sytë e tij nuk u shkëputën nga djali. Pulsi i dobët, por i rregullt, rreth 50 rrahje në minutë, raportoi njëra prej paramedikeve, ndërsa gishtat i qëndronin te kyçi i Benit. Lëkurë e ftohtë në prekje, dehidratim mesatar deri i rënd. Temperaturë 34.9, hipotermi e lehtë, shtoj e dyta, duke vendosur me kujdes një jakt cervikale rreth qafës së djalit si mas parandaluese. Do ta ngrohim dhe do ta lëvizim. Lukas i vështroi teksa e ngrinin Benin në sinkron mbi barel. Djali u lëviz lehtë nga lëkundja. Qepallat ju drodhen, por nuk u hapën plotësisht. Bluza e tij portokalli, tani gri nga pluhuri dhe papastërtia, varri lirshëm mbi trupin e dobët. Pas rreshtit të automjeteve të emergjencës, Mel u ul, duke vëzhguar me vëmendje çdo gjë që ndodhte. Një oficer mbante zinxhirin e saj, por ajo nuk tregoi asnjë dëshirë të largohej. Vështrimi i saj mbeti i fiksuar te Beni, ndërsa paramedikët e çonin me kujdes drejt ambulancës. Doktor Thompson e thiri paramediku kryesor. Ju e gjetët. Dëshironi të vini me ne? Vëzhgimet tuaja mbi gjendjen e tij do të jenë të dobishme. Lukas pohoi me kokë dhe hodhi një vështrim nga Mel. Pastoria gjermane kishte veshët ngritur. Ajo ishte në roje, por qëndroi në vend. Ajo do të jetë mirë, e siguroi oficeri që mbante zinxhirin. Në çdo rast, do të na duhet këtu. Mund të ndihmoj për të kuptuar si arriti djali deri atje. Brenda ambulancës hapësira ishte e ngushtë, një kaos i organizuar. Lukas u ul në sediljen e pasagjerit ndërsa paramedikët vazhdonin punën pas tij. Përmes dritares së vogël, ai pa teksa e mbulonin Benin me batanie të ngrohta dhe i vendosnin serum. Sa kohë mendoni se ka qëndruar atje? Pyeti shoferi ndërsa automjeti nisej, sirenat u lërinin. Të paktën 3 ditë, u përgjigj Lukas me zë të tendosur. Hapësirë e ngushtë, mure metalike. Temperatura duhet të ketë rënë shumë gjatë natës.
Ka shenja dëmtimesh, pyeti paramedikun nga pas duke raportuar shenjat jetësore. Temperatura e benjit po rritej ngadalë, por tensioni mbetej shqetësueshëm i ulët. Çdo pak minuta ai lëvizte lehtë, por nuk zgjohej plotësisht. Në spital, departamenti i urgjencës ishte gati. Një ekip infermierësh dhe një mjek i pritën në hyrje, duke e transferuar benjin me shpejtësi në një barel tjetër. Djalë 7 vjeçar i gjetur në hapësirë të mbyllur, rreth 3 ditë ekspozim, përsëriste mjeku udhëheqës teksa e çonin drejt dhomës së ekzaminimit. Doktor Thompson, ju lutem prisni jashtë. Do t'ju informojmë. Lukas mbeti në korridor, pa pritur i vetëm, me peshën e ngjarjeve të mëngjesit mbi shpatulla. U ul në një karrige. Duart i dridheshin lehtë ndërsa adrenalina po binte. Përmes xhamit të derës, ai shihte ekipin mjekësor që punonte me efikasitet rreth trupit të vogël të benjit. Gati një orë më vonë, një mjek e doli e lodhur, por e kënaqur. Është stabil, njoftoi ajo duke u ulur pranë Lukasit, hipotermi e lehtë që po e trajtojmë, dehidratimi rënd, por serumi po ndihmon. Shumë mavijosje dhe gërvishtje të vogla, por pa shenja dëmtimesh të brendshme ose trauma serioze. Zgjohet her pas here, por ende nuk flet qartë. Infermierët në stacionin aty pranë ngritën syt nga dosjet. Vazhdon të murmurisë diçka. Mendonim se ishte konfuzion nga hipotermia. Jo, shpjegoi Lukas. Tostan është koteleja që ai mbronte. Ajo na ndihmoi ta gjenim. Ai u tregoi një foto të kotelës së bardhë në strehën e klinikës. Infermierja buzëqeshi me mirësi, edhe pse nuk e kuptoi plotësisht rëndësinë. Bëri një shënim dhe vazhdoi punën. Telefoni i Lukasit vibroi. Një mesazh nga asistentja e tij, Mel ishte ulur pranë strehës së kotelës, por diçka kishte ndryshuar. Kotelja kishte pushuar së qari për herë të parë që nga ardhja. Duhet të shqetësohemi, shkroi ai. Jo, u përgjigj Lukas. Janë lajme të mira. Mbani në nënvëzhgim të dyja. Do të kthehem më vonë. Korridori i spitalit u mbush me lëvizje ndërsa mëngjesi përparonte. Pastaj gjithçka u ndal kur Joel Palmer u shfaq. Baba i benjit hyri me nxitim në urgjencë, fytyra një përzierje shprese të dëshpëruar dhe frike. Një infermiere i tregoi rrugën dhe Joel pothuajse vrapoi. U ndal te dritarja duke vendosur dorën mbi xham. Brenda, benji shtrije i vogël në çarçafët e bardhë, serumi i lidhur në krah, monitorët pulsonin rregullisht. Fuqia dukej se e la trupin e Joelit, gjunjët ju drodhen dhe ai ul ngadalë në tokë, dora ende mbi xham. Lukas, nga larg, nxori nga xhepi një foto. Kotelja e bardhë, e mbledhur në streh, shikonte drejt kamerës me sy blu të qelët. Poshtë fotos, ai shkroi një fjalë, Tostan. Pa folur, e vendosi mbi tavolinë. Fjalët nuk ishin të nevojshme. 5 ditë më vonë, klinika kishte rifilluar ritmin normal. Mel shtrihej pranë derës së përparme. Kur Joel dhe Benji hyn, djali dukej ndryshe, shpatullat drejt, faqet me ngjyrë. Në duar mbante një flek të vizatuar me kujdes, Tostan dhe Mel, me zemra dhe yje përreth, dhe poshtë, faleminderit që na gjetët. Lukas e mori kartolinën me respekt. Tostan ishte gati për kontrollin e fundit. Gëzofi i bardhë i shkëlqente, syt blu ishin të gjallë. Kur Benji vendosi dorën mbi shpinën e saj, koteleja u mbështet dhe filloi të gërhiste fort. Është shëruar shumë mirë, tha Lukas. Keni një luftëtare të shëndetshme. Joel foli për ndryshimet në shtëpi, për terapinë, për të dy. Lukas pohoi me miratim. Kjo është ajo që ndryshon gjithçka, tha ai. Kur erdhi koha e largimit, Mel preku hundën e Tostanit përmes kafazit. Protestat u kthyen në gërhitje. A mund të vi ta vizitoj Melin, pyeti Benji. Vetëm nëse vjen edhe ti, buzëqeshi Lukas. Ata shtrënguan duart solemnisht. Atë natë, shiu binte butë mbi klinikë. Lukas ul pranë Melit me një batanie të vogël prej kadifeje, e para e Tostanit, mendimet e javës kaluan si një film. Në errësirën më të thellë, Benji kishte zgjedhur mirësinë. Lukas hapi një album të vjetër, pa një foto të një djali 7 vjeçar dhe e mbylli sërish. Këtë herë, fundi ishte ndryshe. Ata e gjetën me kohë. Zilja e derës tingëlloi. Joel, Benji dhe Tostan hynë në një çadër. Mel u ngrit, bishti i tunde i gëzuar. Pa hezitim, Lukas i ftoi brenda. Në rrethin e ngrohtë të asaj familjeje të papritur, shiu vazhdonte jashtë.
Brenda, paqja kishte ardhur më në fund.